Përshëndetje të nderuar miq, ja ku po ritakohemi sërish të ditën e sotme, fatkeqësisht me lajmin që na ka tronditur ditën e djeshme të gjithëve. ë Një ngjarje e tmerrshme, një ditë e tmerrshme është për familjen Kelmendi, por njëkohësisht edhe për ne, por edhe për ju, të cilët u familiarizuat me gjestin për muaj të tërë brenda qëndrimit në shtëpinë e Big Brother VIP Albania. Ditën e djeshme në orën 14 të gjithë u shokuam nga lajmi i cili bombardoi nëpër portalet shqiptare që një djalë i ri 15 vjeçar kishte humbur jetën, duke mos shpresuar që të ishte vllau i gjestit, por fatkeqësisht e vërteta tronditi që djali 15 vjeçar ishte vllau i gjestit, Eldion Kelmendi. Të gjithë u munduan që të qëndrojnë gjestit sa më pranë në mënyrë më shpirtërore, duke shprehur ngushëllimet e tyre në forma të ndryshme nëpër rrjetet sociale, gjithashtu në mënyrë shumë të veçantë fansat e tij. TikToku vërshoi me video, vërshoi me fotografi, gjë për të cilën unë bëj alarm edhe ditën e sotme, ku sot edhe bëhet varimi i Eldionit në fshatin e tij të lindjes, në fshatin Pavlan në qytetin e Pejës, që t'jemi sa më shumë të kujdesshëm në atë që të publikojmë dhe të respektojmë sa më shumë dhimbjen e kësaj familje. Me patjetër që në këto ditë të vështira për gjestin dhe në këto ditë të rënda, fansat e tij nuk do t'linin pa bërë një ngushëllim. Në pamundësi për të qenë të gjithë sot të pranishëm në varimin e Eldionit, shumica e fansave kanë dërguar në fshatin Pavlan në qytetin e Pejës një le ta themi një ngushëllim mortor, duke e shkruajtur lamtumir të përzemërta nga mbështetësit e gjestit. Janë disa lule që fansat kanë përzgjedhur që të dërgojnë ditën e sotme në shtëpinë e gjestit, duke e shoqëruar atë me një shkrim. Në pamundësi për të qenë aty fizikisht, në emër të gjithë mbështetësve të gjestit, shprehim ngushëllimet tona më të thella e më të ndjera për gjestin dhe për familjen Kelmendi. Zemrat tona janë të thyera dhe mendimet tona janë vetëm tek dhimbja e tyre zemërthyer. Kjo humbje e madhe nuk ka fjalë që ta lehtësoj, por lutemi që Zoti t'i jap forcë familjes në këtë moment të rënd. Të Zotit jemi dhe tek ai do të kthehemi. Shpirti i Eldionit u prehtë në paqe dhe kujtimi i tij le të mbetet përgjithmonë i gjallë në zemrat e familjarëve. Fatkeqësisht motra e gjestit Blerina sikur ta ndjente që një diçka do të ndodhte në familjen e tyre 2 ditë para, apo konkretisht 20 orë para se vëllau i saj i vogli i tyre i shtëpisë të ndronte jetë, Blerina ka postuar një grup fotografish ku janë kujtimet më të bukura të takimit që kanë patur në Big Brother, pikërisht këtë takim ku përqafuan për herë të fundit publikisht të tre, motra edhe 2 vëllezërit. Më pas ndodhi lajmi i cili na tronditi të gjithëve. Sot në orën 17 i jepet lamtumira e fundit Eldion Kelmendit, djalit të Jeton dhe Sebahate Kelmendit, vëllau të gjestit dhe vëllau të Blerinës. Me zemër pranë kësaj familje, me shpirt pranë kësaj familje, një familje e cila luftoi çdo ditë, një familje e cila u mundua që për skaj varfërisë së tyre të mos harrojnë kur atë të vetmen, dashurinë familjare, të mos harrojnë kur ta përqafojnë njëri tjetrin dhe të mos harrojnë kur që t'i bëhen mbështetje njëri tjetrit në ditët më të vështira në jetë. Ne do takohemi përsëri së bashku me lajme të tjera. Ju vazhdoni të na ndiqni në kanalet tona. Ngushëllimet sinqerta edhe një herë familjes Kelmendi.